Dy shërbime janë rikthyer në Spitalin Bashkiak Mat, pas një mungese të gjatë është rikthyer shërbimi okulist dhe ai obstetër ginekologjik. Mjekët specialistë për këto dy shërbime do të jenë në shërbim të qytetarëve matjan, por jo vetëm. Drejtori i Spitalit Bashkiak Mat, Erion Bala, tha se mjeku okulist do të shërbejë me kohë të pjesshme pranë spitalit çdo të hënë dhe të premte, ndërsa shërbimi obstetër ginekologjik do të jetë gjatë gjithë javës nga e hëna në të premte. Gjithashtu, Balla shtoi se është në bisedime me Ministrinë e Shëndetësisë për të sjellë të tjerë mjek specialistë në Spitalin Bashkiak Mat, në mënyrë që qytetarët matjan të mos kenë më nevojë të udhëtojnë drejt spitaleve rajonale apo spitaleve universitare në Tiranë. Mjeku okulist do paraqitet pranë Spitalit Bashkiak Mat ditën e hënë dhe të premten, ndërsa mjekja ginekologe është çdo ditë të javës, e cila kryen vizitat dhe ekzaminimet përkatëse për nënat shtatzana dhe për gratë për probleme ginekologjike dhe obstetrikale, e cila është e pajisur dhe me eko për të kryer ekzaminimet më specifike për sa i përket problemeve shëndetësore. Përveç shërbimeve të tjera, shërbimi kardiologjisë, që janë shtuar dhe pajisje dhe do i shtohen pajisjet të tjera në vijim, siç është prova ushtrimore, holteri i ritmit, holteri i tensionit, të cilët mundson pacientëve të dy bashkive që mos paraqiten më pranë spitaleve rajonale apo spitaleve universitare për të kryer ekzaminimet bazë. Kjo është një gjë e rëndësishme sepse ditët e ardhshme shpresojmë që të shtohen dhe mjek tjerë specialistë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë për sa i përket kotave të cilat ne na duhet që të plotësojmë dhe shtesë të organikës për sa i përket mjekëve. Veç mjekëve specialistë pritet që në fillim të vitit të ardhshëm të nisë edhe zbatimi i projektit për rikonstruksionin e përgjithshëm të godinës së pavionëve.